Mes qindra e kilometrave rrugë dytësore lokale të rikonstruktuara e në rikonstruksion e sipër në qarkun e Tiranës, gjatë këtyre 4 viteve të fundit, zënë vend edhe 7,7 kilometrat e segmentit që do të çojnë nga Vora drejt fshatrave Kuç, Picar, Gjokaj e zonën përreth. Janë rreth 10.000 banorët që do të përfitojnë nga rikonstruksioni plot i rrugës, një investim që ka nisur tashmë të realizohet prej Fondit Shqiptar të Zhvillimit me fondet të qeverisë së donatorëve. Dimri që vjen do ta gjejë këtë segment në parametrat e merituara për një zonë si kjo, që veçon për potencialet në prodhime bujqësore e blegtorale. Drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit Benet Beci vlerëson këtë investim pikërisht për ndikimin e gjerë që parashikohet të ketë në zonë. Sot ne fillojmë një investim tjetër të rëndësishëm në kuadrin e programit qeverisë shqiptare për rikonstruksionin e rrugëve rurale. Është segmenti i rrugës Kuç-Vor prej rreth 8 kilometrash, një zonë që kap rreth 10.000 banor. Doja të theksoja që ky projekt vjen në kuadrin e strategjisë së zhvillimit që qarku ka për zonën e Tiranës, për zonat rurale në Tiranë, dhe si e tillë kjo hyn në inventarin e investimeve të bëra së fundi nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, që janë 143 kilometra rrugë në gjithë qarkun, dhe ne do të vazhdojmë dhe në muajt në vijim për të pasuruar dhe për të ndërtuar gjithë sistemin e rrugëve rurale në qarkun e Tiranës. Deputeti i Tiranës Vath Tabaku, ashtu si kryetari i qarkut Tasim Mema, nënvizojnë vëmendjen që është kushtuar e që do të vijojë përmes projektesh konkrete në të gjithë zonat e qarkut të Tiranës. Kjo është një garanci që do të plotësojë natyrisht, do të realizojë edhe objektiven e madh që ka qeveria, që në mandatin e ardhshëm të mos ketë asnjë kilometër rrugë në qarkun e Tiranës të pa asfaltuar. Në këtë ditë, në gjithë qarkun e Tiranës, po fillon një tur inaugurimesh të fillimit punimeve, jo vetëm këtu në Vorë, por pas disa ditëve do të fillojmë edhe në komunën e Vaqarrit. Fshatrat Kuç, Picar e Gjokaj, ashtu si shumë fshatra të tjerë në Tiranë, të befasojnë me sipërfaqet e tëra të gjelbëruara, të mbjella e të punuara, edhe në ditë të ftohta dimri si këto. Përballë tyre, pashmangshëm mendon se me vetëm pak punë mund të çosh përpara me fitime të kënaqshme, një fermë modeste, ndërsa me shumë vullnet për punë mund të jesh një herësh edhe një fermer i suksesshëm, edhe sipërmarrës i një biznesi të denjë për qytet. Ashtu si Jakub Picari, është banor i hershëm i fshatit Picar. Së bashku me djemtë emigrant në Itali, kanë investuar në ngritjen e këtij restoranti dhe të një kafeje ngjitur me të, një aktivitet që e drejton tani së bashku me djalin e tij. Është më së i kënaqur, ndërsa ndërtimi i rrugës së re e bën edhe më optimist. Shtëpia e tij veçon nga të tjerat për kopshtin e mrekullueshëm me trëndafile e portokalle, për sipërfaqet e mbjella me kultura të ndryshme bujqësore, për vreshtat. Si në çdo shtëpi fshati, në shtëpinë e tij ka disa pula, por aty gjen edhe blet, edhe një vath me 20 krerë dele. Të thotë më se njëherë se dashuria e madhe për punën është ajo që i lejon të gëzoj sot këto të mira, që beson të i shumë fishohen pas ndërtimit të rrugës së re. Madje, pas ndërtimit të rrugës, mendon të shtojë edhe më rrënjët të ullinjve që ka sot. Para 5 vjetësh, aq keq kemi qenë sa u bë kjo rrugë e parë. Edhe kemi shpëtu, çfarë themi, kemi shpëtu. Edhe u bë kjo, thonë shpëtu, mirë po tash si po na vjen zgjerimi i rrugës, akoma 2 fishin. Kjo zonë del dritë, me të thënë të drejtën. Se dikush mund thotë, investim, por nuk e kuptojnë. Unë për shembull veten time jam razit të kontriboj. Dhe jo si po bëhet me fondet, me një fjalë të kontriboj, sepse është një ndihmë e madhe. Jo vetëm për mua si jam çoku afër afër për shembull gjades, afër autostradës ose pse, por edhe për fshatin lart, bëhet gjë e mirë shumë. Shumë gjë e mirë, se ka qenë vend i vështirë. Vend i vështirë. Njerëzit janë punëtor, njerëzit punojnë. Por ndonjëherë kur s'ke kushtet, nuk mundet. Kështu që me zgjerimin e kësaj bëhet gjë shumë e mirë, shumë më mirë. Unë për shembull kam miell, po të shikosh që krahonin më ton kam 100 rrojë ulli, kam miell ka 5 vjet. Po s'kisha mundësi më sepse aq patëm, aq ashtu, edhe kam shpresë të 2 vjet, ose si vjet, po rrita, bëj dhe 5.000 metra prapë ulli. Jakupi është vetëm një prej banorëve të Picarit, dhe Picari është vetëm fshati më i afërt përfitues prej rrugës. Pas tij vijnë të tjerë fshatra e sigurisht të tjerë banorë, në armoni të dukshme me rrugën që po ndërtohet, prej së largu sheh 10 shtëpi të reja që kanë hedhur themelet.